Unë për shembull jam servil. Te dim, tjetër ç'a je. E kam seriozisht, pse domethënë jam kokra e servilit E dim. dhe në media më kanë ndihmuar shumë. Në Normal. punë, në Instagram, në bashkëpunime, domethënë kudo shkojnë servilose. E dim. Dhe e di sa më kanë ndihmuar. E dim apo. Kjo në jetë. Mirë, E di pse e bëra këtë zgjedhje? Ja, vetëm afër. Jo, e di pse e bëra sepse kam qenë shumë idealist. Jo, për ti s'ke qenë çuni bosit, ti s'ke qenë një isha idealist. Jo, mos gatroj idealist. Ka një luftë me idealist. Më duk një luftë me mullit e erës. Po. Thash, cila është forma më e shkurtër? Më të lehtë. Po pse ti mendon që unë 28 vjeç që kam një program daily të përditshëm në radio, kam 200.000 followers në Instagram, bëj një jetë të mirë. Jam servil pra. Shiko, me thënë drejtën, kjo është një lloj triku ose një lloj stili i Ronaldos, si ta bëj emisionin tim më viral dhe ti të më komentuar. Por dashur pa dashur, këtu ka dalë pak tek e vërteta e tij. Se servil për shembull është s'ke çaj thua, por se duket, fshati duket nuk do kallauz. Jo më së largu që 2 vite para, 3 vjet para, ku ishte Big Brother 2, për shembull që ishte Ronaldo në kohën e Luizit, Bigun e Luizit, se unë kështu i them. Ka qenë në kushte të vështira ekonomike, patjetër, dhe Bigun e shikonte si shpresë dhe për familjarët e tij dhe për veten e tij e gjitha me radhë. Nuk është se po bëjmë llogaritë, e kupton, nuk duhet të hyjmë në llogari, po dua të them që ka të drejtë, dashur pa dashur, që ka dalë te e vërteta dhe ka bërë gjykimin e vetes në mënyrën më të vërtetë, sepse ka gjetur mënyrën më të thjeshtë për atë, ka qenë lëpirja ose servilizmi, po servilizmi dhe lëpirja është një rrugë ndoshta që mund të gjesh shumë gjëra të tjera, se nuk ka mundësi tjetër për shembull. Dikush do thojë po ti nga e di apo e ke provuar vetë. Jo më shpirti, se po ta kisha provuar vetë do isha edhe unë diku tjetër aty në Shqipëri. Por thjesht nuk është se të bëj më pëlqen të bëj servilizmin. Dhe dua të them që pse them unë që mund të jetë e vërtet kjo pjesë, se nuk ka shans kapi qielli me tokën, me rrogën e gazetarisë për shembull, me jetën e Tiranës, me qerat që janë në stratosferë aty, është pak e vështirë në fakt, me thënë drejtën, të shfaqesh atë jetën e luksit, atë jetën e mirë, me ato makinat Audi, gjëra që ka bler ky Ronaldo që kam parë, dhe është shumë e vështirë për shembull për të besuar që një gazetar, se njohim, kemi mikë tan gazetar, punojnë, patjetër që punojnë, është punë e bukur, patjetër, ka dhe moderator për shembull që bëjnë tillë punë. Tash shikove të fundit i ke marrë dhe fan clubin që e bër autor, se kush e di si kujt i je servilosur ose kujt i ke bër llap për shembull, që ke lëpir me pak fjalë, jo llap kshuja në atë kuptimin seksual, e kupton? Por që je lëpir vëlla, se tha mirë zonja aty, ajo zonja tregoi shumë e saktë që tha ke gjetur mënyrën më të lehtë për tu lëpir dhe për të arritur qëllimet e tua. S'ka gjithmonë një çmim, domethënë gjërat, suksesi ka një çmim. Nëse keni ndjekur Alfonso Signorinin për shembull, edhe Fabrizio Corona, se Fabrizio Corona nxori Alfonso Signorinin, që të gjithë ata çunat e bukur që i fusten Big Brother, duhet kalonin një natë me ata. Dhe ai ka vënë një titull të bukur kësaj gjëje, fama dhe suksesi ka një çmim. Se çfarë nuk e dihet. Kështu që e dim që e servile kemi marrë veshur, unë se di për çfarë na dole na the tani për të na lodhur kod, dhe unë se di për çfarë fola këtu. Aha, ciao.